Dukuria e vjedhjeve në regionin e Gostivarit nuk ka të ndalur. Ajo paraqitet për çdo ditë në forma dhe fytyra të ndryshme autorësh. Rasti i fundit ka ndodhur dje në Debresh të Gostivarit. Nga policia raportojnë se 43 vjeçari me inicialet NN ka denoncuar në polici se në shtëpinë e tij është kryer vjedhje e rëndë. Sipas tij, persona të panjohur janë futur në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur një lavatriçe, pjata larse, shporret elektrik, frigorifer, kosice dhe 6 radiator, të cilët i kanë demontuar paraprakisht. Grabitësit, pasi e kanë kryer veprën të pavërejtur nga askush, e kanë lëshuar vendin e ngjarjes dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Sipas vlerësimeve të para, grabitësit në këtë shtëpi kanë shkaktuar dëm material në vlerë prej 120.000 denar. Në vendin e ngjarjes është bërë inspektim dhe tani po punohet drejt zbardhjes së rastit dhe kapjes së autorëve. Me qëllim të mbrojtjes së pasurisë së qytetarëve, kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta apelon që banorët të dalin në ndihmë të njëri tjetrit, duke vendosur edhe një bashkëpunim të ngushtë me stacionin policor në Gostivar. Me këtë rast ai apelon që në momentin që do të konstatohet ndonjë person i panjohur në ndonjë lagje, banorët e së njëjtës menjëherë të njoftojnë policinë dhe të verifikohet arsyeja e pranisë së tij në atë lagje. Në këtë formë, thot Bejta, të gjithë së bashku mund të kontribuojnë për mbrojtjen e pasurisë së njëri tjetrit. Qytetarët kur shohin nëpër lagje njerëz të dyshim që nuk i takojnë asaj lagje, është mirë që çdo qytetar që e sheh një qytetar që nuk është i asaj lagje, është mirë që ta paraqesin në stacionin policor, në numrin 192, edhe me njëherë do të mirën masa dhe atëherë numri i keqbërësve të cilët hynë dhe vjedhin nëpër banesa dhe shtëpiat e qytetarëve tanë të cilët janë këtu edhe që janë përkohësisht duke punuar nëpër vende të ndryshme të Bashkisë Evropiane, nuk do kenë mundësi që të bëhen keqpërdorime të mëdha. Edhe kryeshefi i stacionit policor në Gostivar apelon që qytetarët të denoncojnë çdo lloj shqetësimi në polici dhe të mos mundohen individualisht të zgjidhin problemet për të cilat mund të kujdesen institucionet e drejtësisë. Në këtë formë, thot ai, shmangen edhe konfliktet eventuale, si dhe vendoset një sistem adekuat mbrojtës për pasurinë e qytetarëve. Nga ky nivel po ashtu sugjerojnë që të mirat materiale si që janë parat, florinë të arit dhe gjëra të tjera me vlerë, qytetarët të mos i lënë në vende të qasshme për grabitësit, por të njëjtat t'i sigurojnë mirë në kohën që nuk janë të pranishëm në shtëpitë e tyre. Ndërkaq, ata që kanë pajisje teknike si që janë alarmet dhe kamerat e sigurisë, u apelohet që të njëjtat t'i vënë në funksion. Në këtë formë edhe organet kompetente do ta kenë më të lehtë zbardhjen e këtyre rasteve dhe kapjen e autorëve.